hëna e plot po shpërthen më 6 nëntor. 5 shenja do marrin fuqinë që ndryshon jetën. Kjo hënë e plot dhe 6 nëntorit nuk është e zakonshme, është një valë kozmike që sjell ndarje të forta midis dritës dhe errësirës. Për disa, kjo periudhë do të jetë si një shpërthim i energjisë së re, ndryshime të papritura, lajme të mëdha dhe një forcë e brendshme që zgjohet papritur. Universi po u jep disa shenjave fuqinë për të marrë drejtimin e fatit të tyre. Nëse ke ndier tension ditët e fundit, është sepse drita po çliron çdo gjë që nuk të shërben më. Kjo është koha e rilindjes, ku besimi yt do të shpërblehet me një fuqi që ndryshon gjithçka. Luani, kjo hënë e plot ndez çdo qelisë të shpirtit tënd me dritë. E ndjen brenda vetes se diçka po ndryshon, dhe nuk është iluzion, është universi që po të rikthen në qendër të vetes. Në punë, çdo përpjekje e bërë muajt e fundit tani shpërthen në sukses. Mund të marrësh një lajm që të vendos më lart se kur më parë. Në dashuri, kjo periudhë sjell pasion të fortë, por edhe qartësi, e vërteta do dalë në dritë, ndaj mos u trem. Në aspektin shpirtëror, ndihesh sikur po rilin. E gjithë energjia e hënës po të shtyn të ndjekësh një rrugë që të bën të ndihesh i gjallë. Në financa, parat nisin të rrjedhin më lehtë, por mos i shpenzo me impuls. Universi po të dhuron fuqinë e magnetizmit, çdo gjë që dëshiron, mund ta tërheqësh këtë javë. Mos harro. Hëna po ndriçon rrugën tënde drejt fuqisë së re. Akrepi, hëna e plot po ndriçon pjesët më të fshehta të shpirtit tënd. Kjo është një periudhë e thellë transformimi, ku gjithçka që s'është e sinqert do zhduket. Në punë mund të përballesh me një vendim të madh, por mos ki frikë, kjo hënë është në anën tënde. Një ide ose projekt që ke mbajtur brenda për shumë kohë tani mund të shpërthejë në dritë. Në dashuri, emocionet janë të thella dhe magnetike, një lidhje e fshehtë ose një ndjenjë që ke mbajtur për ditë do dalë në sipërfaqe. Në financa, universi të dërgon një sinjal për të ndryshuar mënyrën si menaxhon paratë. Mos harro. Kjo hënë kërkon çlirim, jo kontroll. Lësho frikën dhe fuqia do të rrjedhë drejt teje. Në fundjavë, një shenjë e vogël, një ëndër, një fjalë, një simbol do të tregojë që rilindja jote ka filluar. Demi, kjo hënë e plot vjen për të çliruar nga frika dhe për të dhënë forcën për të ecur përpara. Në punë, ndoshta ke ndier lodhje, por kjo periudhë do të sjellë rezultatet që ke pritur. Një person me ndikim mund të ofrojë një mundësi të re që do ndryshojë kursin e karrierës. Në dashuri, ndjenjat bëhen më të forta dhe një lidhje që dukej e ftohtë mund të ndizet sërish. Nëse je beqar, një takim në dritën e hënës mund të kthehet në diçka magjike. Në aspektin financiar, kjo javë sjell lajme të mira, një fitim ose pagesë e vonuar mund të vijë papritur. Kjo hënë kërkon që të besosh në vetvete më shumë se kurrë. Universi po të teston për të parë nëse je gati për fazën e re të bollgut. Besimi është çelësi. Nëse vepron me guxim këtë javë, rezultatet do të befasojnë. Peshqit, kjo hënë e plot ndriçon ndjenjat dhe shpirtin tënd në mënyrë të thellë. Është një periudhë ku intuita jote bëhet më e fortë se kurrë. Në punë do ndjesh frymëzim dhe mund të lindë një ide që mund të ndryshojë gjithçka. Mos e nënvlerëson ndjesinë e parë, ajo është mesazhi i universit për ty. Në dashuri, një ndjenjë e thellë po zërrënje. Nëse je në lidhje, kjo periudhë sjell qetësi dhe pajtim. Në financa, një ndihmë ose mundësi e papritur vjen përmes një personi që të respekton shumë. Kjo hënë po të mëson të besosh në magjinë e brendshme dhe të mos dyshosh në aftësitë tua. Në fundjavë, një shenjë e vogël, ndoshta një fjalë, një ëndër apo një ndjenjë e papritur, do të tregojë që rruga jote është e mbrojtur. Binjakët, hëna e plot dhe 6 nëntorit të sjell energji të forta për qartësi dhe vendime. Nëse ke qenë në mëdyshje për diçka, tani gjithçka bëhet më e qartë.
Në punë do të shfaqen mundësi për komunikim, negociata dhe përmirësim. Në dashuri do të përballesh me ndjenja që s'mund t'i fshehësh më. Nëse je në lidhje, kjo është koha për biseda të thella dhe të sinqerta. Nëse je vetëm, dikush nga e kaluara mund të rikthehet, por vetëm për të të ndihmuar të kuptosh se çfarë nuk do më. Në aspektin financiar, kjo javë sjell rritje dhe ide të reja që mund të kthehen në fitim. Mos haro. Kjo hënë është për të folur me të vërtetën, ndaj mos e fshi më zërin tënd. Universi po të ndriçon fjalët dhe veprimet. Ajo që thuhet këtë javë ka fuqi për të ndryshuar gjithçka. Kjo hënë e plot është porta e transformimit. Mos haro. Çdo ndjenjë, çdo ndryshim, çdo sinjal që ndjen në shpirt është pjesë e udhërrëfimit tënd drejt fuqisë së re. Universi po të fton të lësh pas frikën dhe të ndjekësh dritën. Shkruaj në komente. E pranoj fuqinë e hënës së plotët dhe shpërndaje këtë video me ata që kanë nevojë për shenjën e tyre. Abonohu në Zërin e Universit sepse drita sapo ka filluar të ndriçojë.